Këshilli i Kishës së Laçit dhe grupi iniciator që ka kundërshtuar projektin e paraqitur nga provinca franceskane në Shkodër kanë kërkuar transparencë të plotë dhe zhvillimin e një dërgjese publike me komunitetin për këtë çështje. Sipas tyre, projekti fillestar nuk ka përfshirë ndërtimin e një kishe, ndërsa thonë se nuk janë kundër zhvillimit të këtij vendi të shenjtë, por kërkojnë se një proces i tillë nuk mund të vijojë pa konsultim me besimtarët dhe komunitetin lokal. Ne si Këshilli i Kishës Laç kemi kërku që të bëhemi të qartë mbi ndërtimin e kishës së Shnanojt, se si do jetë projekti i saj. Të shikohet mënyra se si kërkohet të ndërtohet. Ato nuk na paraqesin një projekt real për ta parë. Edhe t'japim edhe ne si komunitet mendimet tona, sepse të gjitha kishat i takojnë komunitetit. Ati ku është ndërtu kisha ka pas një popullsi, edhe për shpirtrat atyne është ndërtu një kishë. Këshilli i Kishës u mblodh përsëri edhe i kërkuam një takim padri. Ai nuk pranoi. E kam ndërtuar Këshillin e Kishës edhe nuk ndërtoi një këshill tjetër. Tani këtu, të them drejtën, m'len për dyshu, shumë m'len për dyshu. Kërkojmë që të bëhet një kishë që ta justifikoje me gjithmen vendin e një vendi të shenjtë. Në të njëjtën linjë është edhe studiuesi dhe historiani Kurbinas, John Leshi, i cili thotë se projekti aktual nuk përfaqëson vlera tradicionale dhe historike të kishës së Shnanojt. Një projekt që realisht nuk prezanton dhe nuk përfaqëson vlerat që trashëgon ai monument i gjallë i kulturës fetare në Shqipëri, përkundrazi diskriminon dhe duke diskriminon dhe besimtarët, pasi nuk parashikon ndërtimin e një katedrale, një kishe të madhe, siç e meritojnë ato besimtarë që rrinë në diell, në shi, në kushte të papërshtatshme, ndëgjojnë meshën dhe nuk kanë një vend të përshtatshëm për të lutur, siç e kanë gjithë besimtarët kudo në Shqipëri dhe në Evropë. Skanda nuk e shoqëron me projekt të ri. Të krijohet një takim, një dëgjesë publike me besimtarë, me specialistë, me komisionin e qytetarë për mbrojtjen e kishës, me Këshillin e Kishës, që të diskutojmë edhe për projekte të tjera që mund t'i përshtaten atij tembulli të shenjtë. Ndërkohë, në një deklaratë publike bërë 3 ditë më parë, provinca franceskane në Shkodër ka hedhur poshtë pretendimin e komunitetit Kurbinas, duke sqaruar se kisha ekzistuese nuk do të preket. Sipas tyre, parashikohet ndërtimi i një katedrale të re mbi tokë dhe një hapësirë lutjeje nëntoksore. Megjithatë, pavarësisht debateve dhe kundërshtimeve, ende nuk ka një datë të saktë për nisjen e punimeve, pasi sipas provincës franceskane, prej 3 vitesh e janë në pritje të miratimit të lejes zhvillimore nga Bashkia Kurbinit, e cila pavarësisht interesimit nuk ka dhënë asnjë përgjigje në lidhje me këtë çështje.